duhet thënë që është një aktivitet i cili dënohet nga ligji, nga Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, sepse shpeshherë e trajtojnë si një marrëdhënie mes dy palëve, atij që ofron favorin seksual dhe atij që ofron të ardhurat materiale dhe duket sikur nuk e dëmton shoqërinë. Ndaj mendoj dhe është zhvilluar ka marrë këtë masë kaq të madhe zhvillimi, por gjithsesi është një aktivitet i cili dënohet, pra është përbën vepër penale si për personat që i marrin këto shërbime seksuale, pra dhe personi i cili shkon ofron parat për të marrë shërbimet favore të ndryshme seksuale dënohet me gjop deri në 3 vite burg, ashtu dhe personi që ofron shërbimin seksual, jo më kot po them personi dhe nuk po i citoj në gjini, sepse është padyshim një aktivitet që kryhet qoftë nga vajzat ashtu dhe nga djemtë, pra si nga prostitutat vajza ashtu dhe nga burrat, nga meshkujt. Dhe për këtë arsye nuk po i ndaj në gjini, padyshim dënimin më të lartë e kanë ata që i shfrytëzojnë, që krijojnë kushtet, që ofrojnë ambientet ku do të zhvillohen dhe deri në 5 vite, 2 deri në 5 vite dënim e burgim është për shfrytëzimin e prostitucionit, pra e këtyre personave që ofrojnë prostitucion, ndërkohë që nëse kryhet në bashkëpunim dhe sjell pasoja më të edhe më të rënda shkon dhe deri në 10 vite burg.